Qytetarët e dashur të Malishevës, nuk jena ardhur me u lyp votën, por me prezantu një super penthouse për shitje. Për më detajisht, shkojmë e shohim. Kjo është penthouse-i për cilën ju folëm. I ka 244 metër katror hapësirë të brendshme dhe të jashtme, e vetëm pjesa e banimit është 125 metër katror. Jemi duke e finalizuar në mënyrë shumë ekskluzive, ndërsa pjesa tjetër ne do ja u tregojmë në detaje. Këto është vetëm kuzhina, tryezaria e bukës dhe komplet pjesa tjetër. Këtu që shihet është qëndrimi ditor. Gjatë tërë ditës, salonin e rrogdjelli është në jug perëndim, ndërsa dhomat e gjumit i kemi në lindje. Tash po shkojmë edhe te dhomat e gjumit për të prezantuar komplet në detaje këtë penthouse-in prej 244 metër katror. Kjo është dhoma e qiftit, është me banjo brenda dhe dalje në terasën anësore. Tash po shkojmë të shohim edhe dhomat e tjera të gjumit. Kjo është dhoma e dytë, ndërsa këtu e kemi dhomën e tretë të gjumit, qëndrimin ditor me kuzhinë e pomë, këtu e kemi depon, këtu e kemi një WC me dritare dhe banjo kryesore është kjo këtu. E në këtë terasën anësore, se cila dhomë e gjumit ka qasje. Orientimi është i hapun nga lindja. Në këtë pjesën këtu i kemi komplet shkollat. Shkollën fillore, gjimnazin. Ndërsa, terasa kryesore e këtij penthouse-i është kjo këtu, është në jug perëndim, gjatë tërë ditës e rrogdjelli dhe ndalje këtu ki nga qëndrimi ditor dhe kuzhina. E mira është që këtë pamjen këtu që shihni është spitali kryesor i Malishevës. Pamjet bllokune sot dhe të njëjtën nuk do të ketë, për shkak që spitali veç është i përfunduar. E në këtë terasë është ideale nëse e mbulon, për shkak që mund ta shfrytëzoni gjatë tërë ditës. Sa i përket çmimit dhe detajeve të tjera, ju mund të na kontaktoni në çfarë do kohe, nga ora 9 deri në ora 18. Kontratën e realizojmë te noteri dhe këtë çka duhet është një telefonat e juaja nëse dëshiron me ble penthouse në qytetin e bukur të Malishevës.